50 vendvotime, 35 prej të cilave të voshtërisë do të rinumrohen ka marrë vendim KQZ-ja të hënën. Rinumrimi është rekomanduar nga Këshilli për Operacione Zgjedhore. Ariani Telçani nga ky këshill ka thënë se në 15 vendvotime është hasur në mospërputhje të nënshkrimeve të votuesve e fletvotimeve. E rekomandimi për rinumrim të 35 vendvotimeve të tjera në voshtri u bë pas dallimeve në votat të kandidatëve të LDK-s. Këto 15 vendvotime, si rekomandimi i Këshillit të Operacioneve Zgjedhore, është rekomandu pas që të procedohen dhe rekomandojmë që të procedohen për një rinumrim të plot, pra për gjitha subjektet politike, për këto 15 vendvotime të cilat janë të shpërndara në tërë Kosovën, pra nuk janë të fokusuara në vetëm një komunë. Nga sekretariati u shprehen të gatshëm të nisin me rinumrimin qysh të hënën. Udhëheqësi i kësaj trupe, Besnik Buzhala, bëri të ditur se në 2 detet në vijim pritet të fillojnë edhe me hapjen e kutive me vota të ardhura me postë, por t'i rivlerësuar votat e pavlefshme. Pasi që të konsumohet kjo afati ankesave në Gjykatën Supreme, nesër orientimisht mund të fillojmë me hapjen e 177 kutive me qëllim të vlerësimit të fletvotimeve të pavlefshme në përputhje me vendimin e PZAP-s, ose më së voni të mërkurën në mëngjes. Pos kësaj diskutim me anëtarëve e kryetarit të KQZ-s ka nxitur vendimarrja javës së kaluar. Antari PDK-s Ilir Gashi ka akuzuar kryetarin Krishnik Radoniqi për tjetërsem të vendimarrjes. Bëhet fjalë për mos aprovimin e rekomandimit të sekretariatit të KQZ-s për rivlerësim të votave të pavlefshme para se lëvizja vetëvendosje të ankojnë në PZAP. Nga 7 anëtar sa ishin prezent, pro patën votuar 4 anëtar, derisa 3 të tjerë nuk kanë marrë fare pjesë në votim, veprim të cilin Radoniqi ka vlerësuar si abstenim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve atë nuk ka nxjerrë vendim. Arsyeja pse kom konstatuar që janë abstenime, sepse ligji për procedurën e përgjithshme përmbarimore i njeh 3 mundësi: me votu për, kundër apo abstenim. Nuk parashet diku me qenë antari prezent edhe me thënë nuk marr pjesë në votim. Për mua është shqetësim nëse vazhdohet që të tjetërsohet vendimarrja në këtë institucion. Unë e konstatova janë 3 abstenime. Asnjëri për ju nuk reagut. Hiç asnjëri. Pas mbledhjes së KQZ-s, antari vetëvendosjes Sami Kurteshi njoftoi se do të ankohen në Supreme mbi vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për votimin jashtë Kosovës. Një ditë më parë ankesën e vetëvendosjes PZAP-ja e konsideroi të pasafaqshme.